Duke e cilësuar të paprecedent situatën në Shqipëri, për Sali Berishën në zgjedhjen e 11 majit, u përdorën 2 makineri për blerjen e votave. Si makineri të parë, Berisha rendita të shtetërore, për të cilën thotë se fuqizohet nga viti në vit. Kjo makineri ka ardhur gjithnjë të kurritur, duke u bërë më fuqishme, më e madhe. Kjo makineri gjigande është shteti i Berjes. Në këtë fushat ai u dha të gjithë pensionistëve 100 euro dhuratë. Berisha foli edhe për një makineri tjetër që dikton sipas tij rezultatin e zgjedhjeve. Në Shqipëri ka një makineri tjetër, që është makineria e friksimit të qytetarëve. Kjo makineri përbëhet nga vrasë serial, përbëhet nga kartele droge që disponojnë miliarda euro. Vetëm një prej tyre ka transferuar nga Dubai në bankat e Europës 3 miliardë euro. Kanë parat pafund. Janë vendimmarrës kryesor. Emrojnë ministra, emrojnë drejtorë. Para antarëve të kryesisë që i mblodhi në Bruksel, Kreu Demokrat tregoi edhe një episod me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë ditën e zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve, një nga bashkëpunëtorët e mi i thot ambasadorit Bashkimit Evropian, ambasador thot në filan vend janë banditës s'po lanë me votue. Ambasadori kthej thot po më sillen policë si bandit, po lërë banditin, po merr në policë, po sillen si bandit. Dhe tha një të vërtetë ambasadori. Në fund, Berisha bëri edhe këtë krahasim. Zgjedhjet e Lukashenkos dhe Putinit, ata nga një zgjedhje tjetër shkojnë duke rritë përqindjen e fitimit.